rruga e vetme është që ne të përballemi me Ramën. Rama nuk jep dorë, çdo që të bëjmë. Çdo që të bëjmë ne, ai nuk jep dorë sepse. Po si do të përballemi me të? Nuk ka zgjedhje parakoshme, nuk ka zgjedhje politike, si do të përballemi nëse ai nuk e jep dorëheqjen, nëse ju shpërfill protestat me ditë me radhë, me muaj me radhë? Ne nuk kemi ndërmend të presim me muaj, ky skenari i Vučićit, skenari jonë është anti-Vučić. Rama sot përfaqëson skenarin Vučić, kurse ne skenarin anti-Vučić. Kjo do thotë që ditën e nesërme të shtunën, ju do shihni një grup njerëzish, as pak të vogël si mas, që do të vazhdojë të qëndrojnë në shesh, dhe nuk do të shkulet më nga ai shesh, dhe ky grup do të shtohet deri në datën 1 korrik, që do të jetë ndëjtje si thosh pa ndalesë përballë kryeministrisë. Pra ky është faza. Pra është ultimatumi nga shtuna deri në 1 korrik është një qëndrim i përhershëm përpara kryeministrisë dhe me 1 korrik është ultimatumi për Ramën? Në 1 korrik ne do të çmontojmë gjithë që kemi ngretur atje. Në kuptimin që faza 2 mbaron dhe fillon faza e 3, që është data 2 korrik. Çfarë ndodh me 2 korrik? Populli do të vendosë. Nuk mund të bëjmë lojën e Ramës, ta marrim deri në 31 korrik, zvarr, pastaj të fillojmë pushimet dhe të bëj, si thosh, atë që ka bërë gjithmonë këto 13 vjet, të përzihet pjesë që kanë ngritur pa prezant shqiptarëve dhe gjithë tokat e Shqipërisë të japi armikut. Mund të them që ka një rritje sensibiliteti të jashtëzakonshëm. Dhe ndetura në shesh do na ndihmoj që sensibilizojmë shqiptarët, të themi të vërtetën se si ne nuk kemi asnjë alternativë tjetër përveç se të ikim nga Shqipëria nëse nuk garantojmë të Ramën. Dhe do të mobilizojmë diasporën, sidomos me një mesazh shumë veçantë për diasporën shqiptare në Amerikë. Kjo është shumë e veçantë. Diaspora shqiptare në Amerikë është e vetmja diasporë që ka potencialin edhe politik, edhe fizik që të ndihmojnë të shpëtojmë nga zhduke e Shqipërisë, sepse duke pas pasaportë amerikane, duke qenë njerëz cilët e njohin mirë standardin demokratik amerikan, do të ishin themeli i të gjithë lëvizjes tonë për të përballë me sistemin. Sepse në këtë moment nuk kam asnjë policë Rama, nuk kam asnjë gardist, përveç se ca sklever që i kanë marrë, të cilët familjarët e tyre i kanë tek protestuesit. Në këtë moment, për të vazhduar, si thosh, realizimin e objektivit ton, duke bërë me dije gjithë ndërkombëtarëve dhe gjithë strukturave që kjo punë do ndahet o ai, kostoja që do paguante populli shqiptar do të ishte fatura për ndërkombëtarët në Iran që s'kan vepruar dhe nga ana tjetër besojmë ne do të mobilizohen të gjithë diasporën që ashtu si në vitin 1999 erdhën nga gjithë diaspora për të regjistruar në pushtimin qytetar të Kosovës për të shpëtuar vatanin nga pushtimi serb, edhe këtë herë duhet vinë të shpëtojmë Shqipërinë nga pushtimi i kësaj qeverie. Në qoftë se unë jam i bindur që juve keni lexuar librin Çeçenia turpi Rusisë, i gazetares së ndjerë e cila ka ndruar jetën gjatë bombardimeve të ushtrisë ruse në Çeçeni, Ana Politskajeva. Ne nuk jemi Çeçenia. Ne jemi zemra e Europës dhe gjithë fuqitë e mëdha kanë interes këtu. Prandaj Edi Rama e ka të prerë Çiritin. Arda Dade sot, zonja nderuar që unë e dua fort, i ka thënë një shprehje shumë të bukur. Edi, të lutem, fillo çik kursin e gjermanishtes, se do të duhet. Çeçenia ndodhi genocid, edhe nuk pyeti njeri për ata njerëz se po vriteshin, po masakroheshin, sepse nuk ishte interes as i lindjes as i perëndimit, ishte një tokë djerë në Federatën Ruse. Shqipëria nuk është Çeçeni. Shqipërinë ta gërmosh nga Vermoçi në Konispol, rrëzon gjysmën e mitologjisë ballkanase që kanë krijuar tjerët. Pra, neve përpost se kemi pozitën gjeografike, interesat gjeostrategjik të antarëve tanë, kemi në favorin ton, mbani mend nga shpendgashe, idiotësinë, paaftësinë dhe ignorancën para excellence të Edi Ramës, që fatkeqësisht është kryeministri i Shqipërisë. Idiotësia e tij, paaftësia e tij në gjeostrategji dhe në gjeopolitik, deliri i madhështisë dhe skizofrenia arrogante që atë e karakterizon, është minusi i tij më i madh. Neve jemi thjesht milingonët që i kemi hyrë në vesh dhe po e bezdisim që ta nxjerrim nga rruga ku donte të shkonte, t'ja nxjerrim në prit elefantëve që ta shtypin. Neve po e nxjerrim para elefantëve. Elefantit amerikan, elefantit turk, elefantit rus, elefantit iranian. Sot kishte bërë një deklarat, po duan na bëjnë gropën. Ky është kompleksi i tij freudian, lapsusi i tij freudian. Ai e di që po i bën gropën vetes. Dhe thot tani që Irani po mbështet protestën në Shqipëri.
Po pse çfarë preti nga një shtet? Nuk do përdori gjëra kundër teje kur ti je i vetmi shtet mikroskopik në raport me Iranin që miraton një rezolut lufte kundër Iranit, Shqipëria del kundër Ali Khameneit. Sa është kabineti i Ali Khameneit me profesor doktorat asociuar jo të UET-s, siç kanë blerë këto doktoratura ka budallën tanë që janë ministra, që janë askushi. Nuk bën gjithë kabineti Ramës bashkë me çka ka pas deri në vitet 90. Dhe nuk është ndërtuar apo nuk është hartuar apo nuk është miratuar rezoluta kundër genocidit serb në Parlamentin shqiptar. Çfarë preti të bëjë Irani kur ti i ke shpallur luftë? Mos sulmoj. E morën vesh kush ishte pas Akshit. Irani ishte. Ky Sagazi bashkë me Mirlindën, bashkë me Belindën e bashkë me një lind tjetër. Çfarë mund të jetë lindrat nëpër bota, kupton çfarë mund të ketë. Pra, na janë vjedhur dhënat personale, askush nuk mban përgjegjësi. Na janë vjedhur legët, askush nuk mban përgjegjësi. Kur na vitën tokat, na pyesin a i keni fakte reale apo jo. Ka një ndryshim shumë të madh midis konspiracionit dhe hidden truth. Ka një konspiracion në internet quhet një njeri që i ka lëshu flamingo dhe thot toka është e sheshtë. Ose unë kam takuar demonin dje dhe më kapi prej fyti. Neve shikojmë pas perdes Rolciane, perdja Rolcit, quhet në filozofi. Dhe konspiracioni në Oxford Dictionary është komplot underground i një grupi kundër një sistemi. Po tjetë shprehimisht ta perifrazosh dhe ta citosh se çfarë do të thotë fjala konspiracion. Pra njerëzit abuzojnë me konspiracionin. Besojnë logjikës. Ato që kemi dhënë 2 vite më para në podcastin ton, njerëzit na i kanë dyshuar. Po ti shikosh çfarë kemi bërë neve tema në podcast, janë të gjitha gjërat që sot njerëzit po ju lërasin në tërë diasporën. Ua, na erdhën izraelitët këtu. Ua, po Rama që pas kërkër kishë qenë i keq. Ua, po dhe Fevziu pas ka qenë i blerë. Po dhe Grida pas ka qenë i blerë. Sepse janë të gjithë blerë, thjesht nxorën kokën. Po D-ja, PS-ja janë bashkë dashur. Dhe për të mbyllur argumentin e izraelitëve, ne nuk kemi asnjë problem as me judejt as me izraelitët. Problemi është që ne ndihemi të kërcënuar, ne ndihemi të përzënë, ne ndihemi të kolonizuar, ne ndihemi që na kanë ardhur orët e fundit në këtë vend si popull, si kom, për shkak se ajo që ka bërë qeveria jonë është që ka kaluar Shqipërinë në duar e tyre. Goxha dhe Gashi, faleminderit që ishit me ne sonte. Falenderojmë edhe neve juve.